Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 7 janar 2026. Dashi. Keni energji të madhe, mos e ktheni në agresion. Do të dilni në krye edhe kur tensioni mund të krijojë probleme. Ende një periudhë pak e lodhshme për punë, sfida të reja. Çdo gjë e lindur në këtë periudhë do të jetë paralajmëruese e lajmit të mirë. Demi. Mundohuni të ndërmjetësoni në çështjet e zemrës, por edhe në punë. Dikush do të konsultohet me një avokat për të siguruar drejtësi. Binjaket. Nuk është e lehtë të pajtohesh me atë që ndjen zemra, tensionet janë të larta, ankthi është i tepruar. Kujdes në marrëdhëniet familjare dhe me kolegët e punës. Gaforja. Në fushën profesionale çështjet janë zhbllokuar, situata e përgjithshme parashikon një sukses të mirë personal. Në këto ditë mund të mbërrijë edhe një lajm i mirë, një ngjarje familjare vjen për të ngushëlluar më të shqetësuarit. Luani. Punoni shumë për të arritur diçka më shumë. Referencat e vlefshme vijnë në dashuri. Virgjëresha. Sot përqendrimi është i dobët, shtyni çdo iniciativë të rëndësishme. Në dashuri ka disa mendime të dyta. Peshorja. Kemi një pjesë të dytë shumë të këndshme të ditës. Ju shijoni një atmosferë veçanërisht të lehtë në shtëpi, në situata më të gëzueshme, shijoni relaksimin dhe lehtësinë. Akrepi. Duhet të jesh më i vendosur për të marrë atë që dëshiron vërtet. Nëse keni shije për aventura tani mund të fitoni në dashuri. Është turp që ka ende disa kufizime në punë ose shumë shpenzime për t'i mbajtur. Shigjetari. Situata e momentit her pas here krijon pak bezdi. Mundohuni të gjallëroni ambientin përreth jush. Mos u bëni shumë kërkues me ata që i doni, sot jeni shumë nervoz. Briqapi. Tensionet e punës, më së shumti vështirësi në gjetjen e ekuilibrit. Ja një ditë tjetër për ta marrë me një kokër krip, mos u lodhni shumë. Ujori. Në punë jeni më pak të zemëruar, megjithatë çdo ditë i premtoni vetes që të mos bëni polemika dhe e gjithë kjo është e vështirë për t'u menaxhuar. Ju rrezikoni disa shqetësime të vogla pas dite, mos e teproni. Peshqit. Keni nevojë për energji sepse kjo ditë përfshin shumë stres, kushtojini vëmendje dialogut me një njeri peshore. Mos e teproni me kritikat dhe nëse shihni se ju humbet durimi, shmangni polemikat. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.